A do të pezullohen bashkimet familjare pas krijimit të qeverisë së re në Gjermani? Kjo është një prej pyetjeve që më keni shtruar vërtet shumë këto ditët e fundit. Nuk e di, miq të dashur, prej nga i keni këto informacione, apo më mirë të them gjysmë informacione, por me njëherë më duhet të them se për punëtorët normal dhe për punëtorët e kualifikuar nga vendet tona të origjinës nuk do të ndryshoj asgjë. Me një fjalë, për bashkimet familjare, për njerëzit tanë nga Shqipëria, nga Kosova, nga Maqedonia e Veriut, nga Lugina e Preshevës, nga vendet e Ballkanit dhe në përgjithësi nga vendet e treta, nuk ka ndryshuar dhe nuk do të ndryshoj asgjë, të paktën tani për tani nuk është parashikuar. Bashkimi familjar ka qenë dhe mbetet i mundur, kuptohet nëse plotësohen kushtet e kërkuara me ligj. Por do të ndryshojnë rregullat për azil kërkuesit dhe refugjatët që nuk kanë të drejtë qëndrimi në Gjermani. Pra, që nuk e kanë marrë azilin. Persona të cilëve u është refuzuar kërkesa për azil politik. Të paktën në 2 vitet e ardhshme nuk do të lejohen bashkimet familjare, pra nuk mund të marrin familjarët e tyre në Gjermani. Përkundrazi, për këta persona jo vetëm që nuk do të lejohet bashkimi familjar, por qeveria e re dhe kancelari i ardhshëm Friedrich Merz, kuptohet nëse zgjidhen, paralajmërojnë dëbime masive të personave që nuk kanë të drejtë të rinë në Gjermani. Ata thonë se me njëherë pas marrjes së pushtetit, pra pritet në maj, do të fillojnë me dëbime masive të atyre që nuk kanë të drejtë qëndrimi në Gjermani. Qeveria e re dhe kancelari i ri Friedrich Merz pritet të zgjidhen me datën 6 maj, kur do të mbahet seanca e ardhshme e Bundestagut. Kjo është bërë e ditur sot. Përveç stopimit të bashkimeve familjare, Friedrich Merz ka paralajmëruar sot se Gjermania do të zvoglojë nën 100.000 numrin e migrantëve që mund të futen në Gjermani brenda vetëm një viti. Gjatë vitit të kaluar, vitit 2024, pra në Gjermani kanë ardhur plot 229.751 migrantë që kanë kërkuar azil për herë të parë në Gjermani. Kancelari i ardhshëm thotë se shumë migrantë do të kthehen në kufi dhe se për këtë tani më ata janë duke zhvilluar negociata me vendet fqinje pra për kthimin dhe largimin e tyre në kufit e jashtëm të Gjermanisë. Kuptohet, për këtë kërkohen marrëveshje edhe me vendet fqinje. Lidhur me këto çështje ka dhe disa mosmarrëveshje me partnerin e ardhshëm në koalicion, pra me Partinë Socialdemokrate, por të kthehem edhe një herë tek pyetja kryesore e kësaj videoje. Bashkimet familjare për punëtorët normal që vinë nga Kosova, nga Shqipëria, nga vendet tona të rajonit nuk do të ndalen. Për bashkime familjare kërkohen kushtet sikur edhe deri tani, siç janë vendbanimi, pastaj të ardhurat, si dhe testi i gjuhës gjermane, përveç për grupet që janë të liruara nga ky test, si dhe për punëtorët e kualifikuar që kanë ardhur pas futjes në fuqi të ligjit të ri për migrantët dhe për bashkimet familjare. Ky është futur në fuqi vitin e kaluar. Por, me kushtet për bashkime familjare, miq të dashur, ju kam njoftuar disa herë, e nëse prap keni nevojë, më shkruani këtu në video, më dërgoni pyetjet tuaja dhe mund të shpjegoj prap një nga një në ndonjë video tjetër. Dhe mos harroni të abonoheni në kanalet e mia dhe të shpërndani edhe këtë video, sepse vërtet ka pasur shumë pyetje. Unë ju falenderoj shumë që jeni me mua dhe mirëpafshim së shpejti me informacionet.